Mirdita, sot po bëj një zog fshati të freskët në furrë të sobës me jufka i thonë nga Berati, dhe ne në fshat i thomi peta, dhe me oriz. Këtë tave kam hëngër në Berat këtë behar, më pëlqeu shumë, dhe kur erdha këtu e kam bërë një herë vetë për familjen time, dhe sot po e bëj të ndaj me juve të shikoni se si bëhet tava me zog të freskët. Këtu kam zier zogun, se me që ato të freskëta duan kohë që të ziejnë, nuk ziejnë dot, e kam vënë në tenxhere presioni dhe e kam zier zogun. Ishte zogu vogël, i freskët. Po të s'keni zoj të freskët, mund ta bëni dhe me zoj të supermarketit, pula supermarketit. Po do e ziheni një herë në një tenxhere, ti merrni lëngun që t'ja hidhni tavës. Kështu kam vepruar dhe unë. Tash këtu po skuq pak orizin, kam rreth 200 gram oriz. Po e kaloj një çik në tigan, sa t'i thahet ujti që e kam shplar. Kam vënë furrën, të jetë ngrohtë sobën, me ajër të ngrohtë, 200 gradë, sa të jetë ngrohtë se nuk dua të rrijë në furrë që të më zbutet peta. Më pëlqeu shumë kur e hëngrëm në Berat, dhe e kështu që është e dyta herë që e bëj provë. E bëra një herë provë për shtëpi, më doli shumë e mirë, dhe po të dytën ta po e ndaj me juve të shikoni se si e kam bërë tavën me jufka ose peta. E skuq pak, shumë pak orizin, sa të thahet, pi çik lëngun e vet ujtin. Del një tavë shumë e mirë. Më pëlqeu shumë. Na pëlqeu gjithëve, se ishim familje atje dhe na i prun një tavë, dhe biles na i prun një tavë si që kishi, si që poqën furrë. Orizi që kam është oriz për pilaf. Ka dhe në Shqipëri, se kam parë në supermarkete, është basmati. Është edhe i shishëm dhe bëhet shumë i mirë pilaf. Unë po bëj tekstualisht si që kam bërë për vete dhe si që pash atje. Dhe e provua me hangër, më ishte shumë e mirë. Na pëlqeu shumë gjithëve Berati, me pastërtinë, me rregullin. Unë kisha vite që ku kam qenë e re pa vajtur në Berat. Burri im nga Berati ka qenë, Diespasht. Dhe kemi vajtur dhe me fëmijë për të treguar vendin nga e kam Prerjavin. Kaq, nuk do shumë. Këtu kam tepsin tashti, në këtë tavë e hedh, i hedh të dyja me një tavë, si që kishën hedh, ashtu tamam si që kishën bërë ata në Berat. E hap orizin kështu pak gjysmën e tepsisë. Këtu janë peta. Kjo është 500 gram, unë hedh 3 qerek. Varet nga personat që mund të kesh në familje. Kjo këtu për mua del për 5 persona është e plot. Nuk hedh gjithse shumë. I shtoj pak krip për mi vete dhe orizit, të shoh dhe lëngur, se kam hedhe lëngur të pulës dhe nuk i hedh shumë krip.
E marr mishin. Mishi shikoj që është zogu vogël. Dhe ja vetë sofat shupën mbi vete. Ka zhjesh shumë mirë, është tretë. Vjen era mishi freskët. Tash i kthej lëngur në vete. Këtu kam ujë të zirë, shtoj derisa të mbulohet me ujë. E hap kështu pak me pirun, mos ngjitin petat. E shikoj pak për krip. Po i shtoj shumë pak krip. Piper të zi mbi vete. Vaj ulliri. Pak vaj ulliri se ka lëshuar vetë ndyrën e vetë. Dhe në fund i hedhe pak gjallë. E mbuloj mirë, mos i dal avullia. E lag pak të letrën, se mbledh më mirë. Kur e ka ashtu të rje hapur, kështu e për mbyll shumë mirë. E mbuloj dhe me këtë, mirë e mirë. Furri ishte 220 me ajër të ngrohtë. Tash ja kthej ajrin e ngrohtë që sa të zihen petat, avash mos të zihen me vull dhe kam lënë tej 200. Do i presim derisa do i shikoj, derisa të pi ujtin, do i shikoj ta vën gjatë kohës si e kam futur në furrën. Qoftë që ka nevojë për të zirë akoma, do të hedh pak ujë prapë. Kjo është tava me jufka ose petë që i thonë në berat, ne nga shati peta, nga berati jufka. Kjo është tava që mësova këtë behar në berat, jam shumë mirë njohëse, mësova dhe një gjë të re se njeriu sa të rroj do mësoj. Ju falenderoj të gjithëve për shikimin, ju uroj një shëndet e ditë mbarë. Tashti po i hedhe pak gjallë mbi vete sa të marrë shijen. Pak të gjallëtit, nuk ka nevojë se ka një byrën tamam, vetëm pak gjallëtit shtopi në fund. E mbuloj pak prapë sa të marrë avullin e gjallëtit, dhe erën e gjallëtit tava. Dhe siç na i vë në tavolin ata me tavë, kështu edhe unë me tavë vë në tavolin dhe me disa kush pjatën e vetë dhe hedh sa të dojë. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj ditë mbarë, pres komente dhe për tavën. Ju falenderoj.